Duke qenë se byron e plaçkicëve e zuri ky 23 gusht në Pogadec, mu më ka zonë diku te nga brigjet e Adriatikut, po gjithsesi I përcolla zhvillimet, një mbledhje maraton si që bë Edi Rama nga Kuçi në Pogadec, mbledhje propagandistike e një njeriu që është politikisht në ngordhje e sipër. Ka mbledh ministrat atje, drejtuesit politik dhe ka shpërndar lajme nëpër mediat. Gjoja duke shku motorista duke qu sufllaqe se në Pogadec nuk hajnë Koran këta, po hajnë sufllaqe. Ndoshta mund ta kenë bodhë si shenjë solidariteti me patronazhistët, me këta trollat e rrjeteve sociale, por kur kush nuk e ha propagandën që shpërndan ai nëpër media, siç ishte një plak nga Pogadeci që I thoshte erdha vetëm ta përqafoj një herë, thoshte se më ka zgjidh punë. Siç duket e çon ai kryetari Pogadecit, kryetari I Bashkisë Pogadecit, e kishte çu, e keni pa atë shifjen e ke Euronews, e keni videon e atij. Pra mbledhje që ka vazhdu sot 23 gusht, do vazhdojnë dhe nesër me 24 gusht. Përpjekje, nuk e dim se sa doja dalë Rama, përpjekje për të heq atë, për të shkarku njerëzit e Belinda Ballukut. Nuk I shkarkon dot, se nuk pranon ajo që ti heqësh njerëzit nga puna. Edhe ky bën nga këto xhirot kështu, xhirot boshe, për propagandë, për PR, ndërkohë Shqipëria vazhdon digjet dhe shqiptarët prej më shumë se 80 e ca ditësh, sa I vi 87-88 sot, janë në protest me kushtin e vetëm që Edi Rama t'jap dorëheqjen. Kishte dalë sot edhe ky drejtori, nuk e di ku kishte dhënë një deklarat, drejtori I zjarfikseve që dha dorëheqjen në mes të kulmit të zjarreve, edhe kishte thënë pak a shumë që nuk fiken zjarret me propagandë edhe me fotografi. Pra vetë drejtori I përgjithshëm I zjarfikseve ka rrëzu gjithë propagandën që ka bë Edi Rama deri tani, po sidomos ato që ka bë sot. Pra më mbledhje takim me përbesën. Do thonë njeriu më I pa besë, bën takime, harxhon energji, harxhon parat e shqiptarëve, se ato janë vilat qeveritare, për t'ju mush menjen shqiptarëve që unë do ju kam dhënë besën tani edhe do ju përgjigjem. Pra kjo është një situatë qesharake, një përpjekje dëshpëruar për t'u tallë me shqiptarët. Megjithse revolucioni aty duket sikur e ka marrë në dorë revolucioni tani, se me I krah fut këto rrugeçërit, me I krah tjetër fut njerëz gjoja si gjysmë intelektual për t'i përçaë, për t'i ashtu. Por nuk do t'ja dalë, nuk do ja dalë dot, megjithse gjitha mediat e rilindjes e censurun lajmin e ardhjes së flotiljes Sumut, asaj atyre varkave që çon Sorosin nëpër botë, në Gaza e në vende të tjera të konflikteve. Dhe ky tani thot atje ju kam diskutojmë besën, pra e kuptoni çfarë çmendurie një shtet nuk ecën me besë, një shtet ecën me llogari dhënie. Ke bë këto premtime, sa ke majt nga këto premtime. Ke thonë do luftoj korrupsionin, e ke rendit Shqipërinë ndër vendet më të korruptuara në botë. Ke thonë që do investoj në turizëm, e ke kriminalizu turizmin. Pra turizmin e ke mush me trafikant droge, me njerëz në kërkim ndërkombëtar, I ke futur dhe I ke bë pronar të Bregdetit të shqiptarëve. Kjo është nuk është besë kjo në fakt, kjo do të ishte një proces që duhet bëjë një qeveri, llogaridhënie, por kur qeveria është mafioze,
është hajdute, është plaçkitse dhe qeverisë me propagandë, siç bën Edi Rama, normalisht do shpikësh pastaj kështu nga këto prallat, jo po besa, jo po kjo, jo po ajo. Çka ka bë me projektin e Zvërnecit e Sazanit? Se me që tha do e rishohej. S'ka bë asgjë deri tani. Dhe tjetri problem, ndërkohë që ky bë show në vilat e Enver Hoxhës në Pogradec me Fatmir Xhafajn, Fatmiri si në shtëpi vet aty, edhe Rama po ashtu, se ku ka pas shku ndonjëherë robt e vet atje këtyre. Shqipëria po plaçkitet në aspektin territorial, pra po i shkrihen bashki. Dhe ky del do të bëjnë diskutim për reformën territoriale me njerëz si ata të Maliqit që u bëni presion, u bëni shantazh dhe u tërhoqën këshilltarët që gjoja përfaqësojnë drejt për drejt popullit, u tërhoqën, nuk bën letër për kuvendin. Pra deri tani e vetmja bashki përveç këtyre që janë 2-3 djathta që ka rezistu është kjo e Poliçanit. Është ai cubi i Poliçanit që s'qa u kok i vetmi. Skuthi Divjakës u zhduk. Ky skuthi tjetër i prensit Belba është zhduk edhe ai. Pra të gjithë i ka fut, sepse kështu i zgjedh njerëzit ky, nuk i zgjedh, nuk janë përfaqësues të popullit. Pra ne kam thënë edhe herë tjera, nuk janë përfaqësues të popullit, se të ishin përfaqësues të popullit, këta nuk bënin çfarë donin këta maskare. Kështu që në një aspekt për njerëzit që i kanë votuar socialistja, partia mirë t'ju bëhet që u shkrihen bashkitë dhe të ngelin pa pik shërbimi. Të ngordhin fare, t'ikin nga prona vetë, se vetë kanë shku me ndërgjegje, ose vetë e kanë shit votën, ose vetë kanë votu se ka i njëri në punë, njëri ka i njëri në punë tjetri. Por, fatkeqësisht ose fatmirësisht, prej revolucionit flamingove që do i hajnë kokën e Edi Ramës, do përfitojnë edhe këto ky katakam populli, ky që voton 30 vjet njëjtën parti, 30 vjet njëjtin kryetar, 30 vjet njëjtin deputet, 30 vjet njëjtin kryetar bashkie, antar këshilli. Mund të fitojnë edhe këta ndoshta nga revolucioni, por që kjo shfaqja e sotme e Edi Ramës, shfaqjen e sotme ja ka rrëzu vetëm deklarata e ish kreu të zjarfikseve, që vetëm para pak ditësh iku dha dorëheqjen e lëshoi Ramën, sepse i tha nuk është duke shu zjarret, është duke bë fotografi edhe duke bë propagandë se po fik zjarret. Që nesër ndoshta do bëjnë përpjekjen e funit Rama me ja heq ministrat Belinda Ballukut, por s'ka takat ta bëjnë as këtë. Edhe e fundit, perla e ditës sot, prap, ishte një shkrim, një analizë e një nga hajdutëve më të pas skrupull që ka pas ky vend, Ilir Beqaj, i cili thoshte në titull, e keni te Report TV-ja, shteti nuk duhet hakmerret, edhe pra shteti, drejtësia nuk duhet hakmerret, nuk duhet dënojnë, nuk duhet na dënojnë, pra, nuk duhet i dënojnë hajdutët, nuk duhet hakmerret, siç e parashikon ligji, jo hakmarrje primitive siç mund gjykojnë shumë njerëz, por të dënohet edhe të kthejnë parat milionat e eurove që janë vjedh në sektorin e shëndetësisë për Vilma Nushin, për Floda Llojbene, për ku diun kush ka marrë tjetër, Rapaj, këta që ishin me Ilir Beqe. Pra njeriu hajduti më i pa skrupull del tani edhe bën analiza se shteti modern nuk është hakmarrës edhe nuk duhet na dënojnë ne. Pra këto janë ngjarjet e kryesore të kësaj zdjele, që sigurisht venin kryesor në mediat e pushtetit, e ze propaganda se Rama ka mbledh ministrat, po flet për besën, po flet për reformën territoriale, ndërkohë Rama është në grahmat e fundit të tij politike. Nuk do ketë shpëtim. Edhe shqyr që janë ngrit njerëzit, edhe pse po hahen me njëri tjetrin edhe këta si qend aty, lloj jo për rrugëçër, jo njerëz që kanë nevojë kështu për protagonizëm, për kështu, por shqyr zotit që këtë revolucion nuk e kontrollojnë këta. Ky revolucion nuk është instinktiv,
që të ketë sukses. Gjëja që kam thënë që është ditën e parë që ka ndodhur revolucioni. Se nuk mund të bëjmë ne, nuk mund të bëjë një popull i pa ditur, i pa kulturë, një popull që nuk shqetësohet kur vidhet, nuk mund të bëjnë revolucion vetë. Nga Adriatiku, ata nga Pogradeci, unë nga Adriatiku, shohim nesër, do ketë guxim ky t'ja heq Belinda Ballukut ministrat apo jo. Mirupafshim.